Tani jam të holli kryesor I të reklamit. Unë di që kam një epje prej koleksionistit. Domethënë muzeologjia në për institucione. E kam thënë edhe në institucionet e qeverisë vendore, po kudo që janë ministri e tjera, shumë rëndësishme që të jenë gjurmët e fillesave. Po pëlqen mënyra se si është bërë, është hera parë që e shoh faktu. Kam qenë edhe herë tjetër në televizjon, po shoh mënyra se si është bërë muzej i vogël. Një muzej I vogël që tregon fillesat e reklamit. Edhe ja po vite kamera, për shembull. Është në 98-ës, është Betacam. Ja shikoj këtu? Ja. Madje më mend që këto I ka përdorur televizionin shqiptar. Një monitor ku jetë këtyre viteve? Në fillesa, për shembull. Një parasysh monitor, sot janë sofistikur monitor. Ose vi këtu e video regjistrator. Ja. Kjo janë ato kasetat e mëdha. Edhe kjo është në 98. Ndërkohë këtu kemi mikrofonat e parë, mikrofoni I parë në 98. Ja ku është. Me antenë. Shiti pra, është gjë shumë e bukur. Më pëlqen shumë. Tani jetë bërë shumë aty nga ana tjetër. Ja këtu jemi prapë me kamerë, me DV-cam. Ka një ecje më tutje të teknologjisë. Dhe I mbaj me mirë fillesat dhe në televizion. Unë pas 3 vite, diçka kështu, unë kam punu në TV Mirëdita, dhe atëherë kam formatu televizionin e Mirëditës dhe faktikisht futet teknologjinë më të mirë për kohën. Mirë po, ajo që është, sepse jam I bindur që televizionet tjera nuk para kam pa gjëra muzeale. Është shumë rëndësishme që ti ta stamposh muzeologjinë pikërisht në institucionet që mendoj janë credo kombëtare. Shojmë tu. Tu kemi mikser. Mikser figure, ja. I kam parasysh analog. Ja, të tipi I analog, Dhe ky është 98, ja ky është mikseri. Po më kujto fillesat e mia në televizion. Tu për disa lloj pultash. Pultat e parë, ja shik. Ja. Çka do pultat e thjesht, që kanë qenë. Edhe është bërë një miksur pultash. Edhe këtu për shembull është mikrofonat. Ja. Të reklamën këtu, mikrofon, dhe të kusë, shosh që viti janë. 98. Edhe atje kemi një monitor. Pra, thjesht duke hyrë këtu, ti kupton historinë e fillesave të një televizioni kombëtar siç është të reklamit. Është nësi dhe vazhdoj ta them prapë, çdo institucion me patjetër duhet të ketë pjesën muzeale të vetë. Thjesht për ta ketë. Vitet ikin kaq shpejt. Historia mbetet pikërisht përmes artefakteve muzeale. Una të